Arsyeja, kur e thash fillim të emisionit që i kam mjek të artista, ndoshta edhe shumica thonë çfarë artista na pas kanë dalë tash. Po unë me të vërtet ka njerëz e meshet, njerëz të gjeneratës ju që ju njohin edhe e kanë duar trokite, kanë pas rast me ju ndëgju, po ja nisi prej fundit, doktoreshen Luljete, kemi shkrimtare dhe piktore në jetën pas mantilit të bardh, doktor Flamurin, pas gjithë stresit të pacientëve kemi po ashtu një shkrimtar i cili ka 2 librat e tij. Doktor Valdetin e kemi një super piktor që piktura që po i shohim mrapa doktor Valdetit janë punimet e tij, i cili me asnjë kush nuk pishet. Tash të mja blen apo jo. Visarin e kemi po ashtu një piktor që kushdo që ka pas mundësinë me shku në ordinancat e tij në Prishtinë, Gjilan, Podujeve dhe Ferizaj, komplet korridoret e klinikës së Visarit janë të mbushura me pikturat e tij, gjë që është një punë fantastike dhe relaksuese për synin derisa pritet aty. Doktoreshen Labinot, një super zë, të cilin keni pas mundësi me ndëgjua dhe si pjesë të korit Okarina, po ashtu një super zë që sot neve dhe juve do të na kënaq veshin tonë, do të na jep një ndjesi shumë të mirë. Besoj. Stomatologun tonë që përveç që tha kujdeset për buzëqeshjen tonë, po ashtu ka një zë, s'dia kënani ju kur të punoni kështu. Unë e punë. Ti kënon. Unë çdo herë. Edhe unë knajve që unë s'di për dallim prej ti. Unë e punë. Doktor Muratin e kemi një super gitarist, doktor Fisin, po ashtu një super gitarist, doktor Defrimi një gitarist dhe doktor Valbonin një violinist.